Presidenti rus Vladimir Putin thuhet se është përfshirë në një lidhje romantike me një vajzë bjonde që duket si një kukull Barbie, e cila është 32 vite më e re se ai. New York Post ka raportuar se e dashura e Putinit është Ekaterina Katja Mizulina, një historiane e arti e arsimuar në Britaninë e Madhe, e cila tashmë drejton ligën e internetit të sigurt pro-Kremlinit, një lloj agjencie censure e Rusisë. Ajo tani është rikthyer në qendër të vëmendjes dhe jo për shkak të lidhjes me shefin e Kremlinit, por se është celebruar në martesë me muzikantin e famshëm rus dhe mbajtësin e titullit artist i nderuar i Rusisë, Jaroslav Dronov, i njohur me emrin e tij artistik Shaman. Një regjistrim i një pjese të ceremonisë, e cila u mbajt në Donetskun e pushtuar, u shfaq në kanalin Telegram të Ekaterinës së sapo martuar. Në Donetsk, unë dhe Jaroslav shkuam në zyrën e gjendjes civile dhe nënshkruam martesën, shkroi Mizulina krahas videos. E njëjta video publikua nga Shaman në kanalin e tij me një përshkrim identik. Çifti shihet me veshje ushtarake dhe videoja tregon gjithashtu momentin kur udhëheqësi i Republikës së Vetshpallur Popullore të Donetskut, Denis Pusilin, i uron për martesën dhe u jep një buqet me trëndafila të bardhë. Marrëdhënia midis Shaman dhe Mizulinës u bë objekt spekulimesh që në fillim të këtij viti, kur Mizulina publikoi një foto të përbashkët dhe së shpejti një video në të cilën këngëtari tregon një tatuazh me mbishkrimin Katja në krahun e tij. Kjo u pasua nga një video në të cilën ata përshëndesin së bashku ndjekësit e tyre dhe urojnë atyre një mbrëmje të këndshme dhe humor të mirë. E më vonë ata nisën një konkurs të përbashkët për shkollat, duke u premtuar fituesve një koncert dhe nënshkrimin e autografeve. Në një koncert të madh solo në Moskë në muajin mars, Shaman konfirmoi se ishte në një lidhje me Ekaterinën dhe në maj ai deklaroi në emisionin Central Television se planifikonte ta finalizonte lidhjen me martesë. Siç thot miku im Grigori Leps, dasma do të jetë në verë. Nuk e di se në cilin vit, por patjetër në verë, tha me shaka këngëtari në atë kohë. Shaman ishte i martuar më parë me producenten Elena Martinova, me të cilën kaloi 7 vite, ndërsa kjo është martesa e parë e Mizulinit, e cila është 41 vjeçe.